Dhjetra kontrolle janë ushtruar në banesa dhe bazat të ndryshme në kuadër të operacionit të SPAK në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë. Aksioni ka nisur në orët e para të mëngjesit, teksa mësohet se kontrollet janë ushtruar edhe në biznesin e Klajdi Merkja, i arrestuar më parë në kuadër të organizatës famkeqe të Qopjave. Burimet bëjnë me dije se përmes bizneseve të Merkaj janë pastruar miliona të marra nga akshi. Gjithashtu janë qyrë kamrat e sigurisë dhe telefonata, ku rezulton se Meqe është detyruar të shkojë pranë komisionit dhe të tërheqë edhe ankimimet në lidhje me tenderat. Raportohet se është caktuar masa e sigurisë arrest në shtëpi për drejtoreshën e akshit Marlinda Karçanaj, e njëjta mas për zëvendësen e saj Hava Delibashi, ndërsa ajo e arrestit me burg për disa biznesmen. Ata akuzohen për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera, megjithatë pritet dhe një njoftim zyrtar nga ana e prokurorisë së posaçme. Masat e pezullimit të ushtrimit të detyrës është caktuar për zëvendës drejtorin e policisë Tiranë. Dy janë tenderat më problematik që janë hetuar, bëhet fjalë për tenderin për mirëmbajtjen e thesarit të shtetit, pasi ka dyshimet e forta se grupi kriminal kishte në dorë transaksionet brenda dhe jashtë vendit për persona shqiptar dhe të huaj dhe biznesmen. E dyta është për administrimin e dosjeve hetimore. Mësohet se Marlinda Karçanaj ka favorizuar kompanitë e Ermal Beqirit. Një jaht është blerë në emër të një shtetase rumune 4 vjeçare që kishte lidhje me shtetasin Ermal Beqiri, të cilit i është caktuar masa arrest me burg. Kujtojmë se Karçanaj u paraqit në SPAK më 3 dhjetor, ku qëndroi rreth 3 orë. Atë ditë u raportua se ajo ka dhënë dëshmi sa i takon hetimeve për shkeljen dhe keshpërdorimin në 12 procedura tenderash brenda institucionit që ajo drejton.